Ndeshjet e para çerek finale të Champions League përfundojnë me rezultatin e barabartë 1-1. Manchester ka përfaqësuar Bayernin duke kaluar në avantazh me serbin Vidic në minutën 58 të ndeshjes, por gjermanët nuk u dorëzuan duke dominuar pjesën e mbetur të takimit. Goli i barazimit do të realizohej nga Schweinsteiger 9 minuta pas golit të vendasve. Bayern kërkoi të realizojë edhe golin e dytë, por nuk e arriti të çante muajin e ngritur nga anglezët. Ndërkohë edhe ndeshja tjetër mes dy ekipeve spanjolle përfundoi me rezultatin e barabartë 1-1. Goli i parë u shënua nga madrilenet me brazilianin Diego, i cili lëshoi një tërgat të fuqishme nga një distancë largët, ndërsa goli i barazimit për vendasit erdhi nga Neymar. Me këto dy rezultate, Bayern dhe Atletico duken më të favorizuara, duke qenë se do të luajnë ndeshjen e kthimit në fushën e tyre. Emocionet e Champions League do të vijojnë edhe sonte me dy ndeshjet e radhës çerek finale. Real Madridi do të përballet me Borussian e Dortmundit, e cila duket disi më e dobësuar krahasuar me përballjen e tyre të fundit një vit më parë. Madrilenët synojnë fitoren e 10 të Ligës së Kampionëve, por përtej këtij fakti që nga sot do të kenë edhe shansin për t'u hakmarrë ndaj gjermanëve që eliminuan në sezonin e shkuar. Dortmundi është në vendin e dytë në Bundesligën gjermane, por në prag të kësaj ndeshjeje ka probleme të mëdha me dëmtimet, mes tyre edhe lojtarin kryesor Robert Lewandowski, të cilin e kanë të pezulluar. Real Madridit vjen në këtë ndeshje me një moral jo shumë të mirë pas humbjeve në kampionat me Barcelonën dhe Sevillën. Ndeshja tjetër e mbrëmjes së sotme është ajo mes Paris Saint-Germain dhe Chelsea. Një vit më parë, skuadra franceze u eliminua nga Barcelona, por në këtë sezon u kualifikua në çerek finale dhe përballë do të ketë një kundërshtar të fortë si Chelsea, fituesi Champions League në vitin 2012. Mes lojtarëve që i trembet dhe vlerëson më shumë trajneri portugez është padyshim Zlatan Ibrahimović, një nga sulmuesit më në formë të momentit. Nga ana tjetër, Samuel Eto'o nuk do të jetë i pranishëm në këtë ndeshje për shkak të një dëmtimi dhe më shumë xhase në vend të tij do të luajë Fernando Torres. Të dyja ndeshjet e radhës çerek finale të Champions League do të zhvillohen sonte në orën 20:45.